reptilianët apo qeniet gjarprinj. Përmendet në shumë tekste të lashta indiane, vazhdimisht se qeniet gjarprinj, si thua, quhen naga dhe jetojnë nën tokë. Jetojnë në Nagalok ose mbretëria e tyre. Dhe ose quhet pra bota e poshtme, që quhet botët e poshtme, kemi thënë quhen patal. Ata mund të marrin formën, thuhet pra në legjenda që mund të marrin dhe formën e njerëzve, kudo ku të shkojnë. Për shembull në një vend që quhet Mahabalipuram, aty domethënë mund të shikojmë tek statuja, si thuash, një gjarpër që pastaj nga gjarpër bëhet në një farë mënyrë gjysmë gjarpër, gjysmë njeri, pastaj bëhet njeri i plot fare. Edhe po të shkosh në Kambodgja, kemi një histori të Vendalive që thuhet pra se erdhi një mbret indian dhe princesha e tij, si thuash, ishte naga, pra vinte nga kjo bota e gjarprinjve, si thuash. Në Bali të Indonezisë kemi një vend që quhet Nagalok, gjithashtu, por nuk kemi nevojë për pse të shkojmë kaq larg, se në Shqipëri le të shkojmë, kemi një legjendë të vjetër lokale të zonës së Delvinës së Sarandës, të Syri i Kaltër. Disa dokumenta madje ky vend quhet gjarpër gjigant ose lubi ose dragua. Pra, nga deti thuhet doli një gjarpër i shumë i madh, i cili u drejtua nga Delvina dhe mali i Sopotit. Ky thuhet se përmbindëshi ky gjarpër, si thuash, kaloi pranë Delvinës dhe ai fillonte pra të hante njerëzit edhe barinte, baktitë, gjithë të gjërat i shkatroi. Por një plak i mençur mendoi që si ta vriste, ai ngarkoi një gomar me thas, me kasht, eshk, dhe kur gjarpri u afrua, ai vuri zjarrin, dhe kështu që kur gjarpri goditi gomarin, dhe zjarri filloi të diçte nga përbrenda. Pastaj ai thiri detin, në fakt, si nëna apo motra e tij dhe lumenj që ta shpëtonin. Thuhet që thiri detin si nënën e tij dhe bistricën si motrën e tij. Syri i madh i gjarprit ra dhe aty filloi të nxirrte ujë, pra që quhet syri i kaltër. Po të shkojmë te liçeni i Ohrit tani, tek fisi enkelejve enkelejt, që janë një fisi më i vjetër i lirë. Enkelejt kemi bërë dhe video më përpara, quhet enkelej, do të vjen nga ngel, kelej, ngel, ngjal. Pra gjarpër uji, të cilët këto fisi enkelejve u udhëhoq nga katmi dhe harmonia që në fund të jetës së tyre u kthyen në gjarprinj. Gjarpri është simboli i Kundalinit, nënës hynore, gjithashtu.